Një ditë, Luani, ujku dhe dhelpra dulën për një gjuhë e tij. Dhe kapën një gjak goxha të madh. Luani mori gjaun dhe hodhi para ujkut, duke urdhëruar: "Ndaje", tha, "në mënyrë të drejtë." Ujku e mori e ndau në mënyrë të barabartë dhe i afroi pjesën e tij Luanit. Luani, e pa pjesën, i zemëruar, e goditi me kthetrat e tij dhe e la direkt të ngordhur. Dhe pastaj ju kthye dhelprës: "Ndaje ti në mënyrë të drejtë." Dhelpra pa ujkun se çfarë ndodhi, i afroi të tërë pjesën, të tërë gjaun i afroi Luanit, duke mbajtur vetëm një pjesë të vogël për vete. Luani, i kënaqur, i thot dhelprës: "Ti që nge e drejtë, ku e ke mësuar ti jesh kaq i drejtë?" Duke parë dhelpra nga ujku, me zërin të ulët, gati për shpërimit, tha: "Pak më parë nga ujku, zotërinja." Ujku në të vërtetë nuk ishte fajtor, por ai besoi në drejtësi. Dhe këtu është sistemi më i vjetër i padrejtësisë. Atje ku është Luani, peshorja funksionon gjithmonë sipas peshës së putrës së tij. Dhe dhelpra në të vërtetë i përgdheli egon Luanit dhe u konsiderua e drejtë, sepse ky është sistemi. Në qoftë se i ofrohet pushtetit atë që dëshiron ai, quhet e drejtë dhe e ndërgjegjshme, dhe në qoftë se kundërshtohet padrejtësia, atëherë quhet tradhtar dhe rebel. Faleminderit që më ndoqët.